Mirë, ja u jemi rikthyer sërish në studio. Vjoj ti me kolegen time me Violon edhe me studiuesin e filozofisë dhe përkthyesin Elvis Hoxha. E lam tek pyetja kur njeriu e shkëput raportin e vet me kohën, a mundet që të shoh një film, të shoh, po them, në kohën e vet lirë, por shiko se çfarë thua ti Elvis në librin tënd Parapolitik 2 akte. Se kjo e zgjeron pak edhe konceptin e kohës lirë për cilin po flasim, nëse e keni kuptuar drejt. Në 3 veprimtaritë e tjera, në art, shkencë, politik, sado që të punoj, njeriu është në kohën e tij të lirë, pra fiton para duke bërë atë që i pëlqen. Duhet pranojmë gjithashtu se ka plot zeje të cilat e gëzojnë këtë virtyt, siç duhet pranojmë po ashtu se grekët e kishin zbuluar tashmë se politikani nuk duhet paguar, sa mirë do ishte dhe se artet duhet të ishin liberal, pra të ushqeshin prej lirisë së temës dhe prej fuqisë së talentit. Sa më shumë njerëz me pasion, aq më pak do të lipsej të paguaj puna me pasion. Sa më shumë njerëz që punojnë për të mbijetuar dhe jo për të krijuar, aq më shumë do të paguaj krijimtaria në 3 veprimtaritë e përmendura. Dhe në fund, e çdo të ndodhte po të ishte menduar se koha e lirë është koha më e zënë, do të kishim ndërtuar politikisht një tjetër kuptim të funksioneve të jetës. Pas punës, njerëzit do të vraponin në masë nëpër teatro, koncerte, kinema, librari, ndeja shoqërore, poetike për të rifituar kohën e humbur gjatë të përditshmes. Ndaj dhe nuk është e habitshme që një politik e keqe të shkatrojë teatrin, pasi i do njerëzit jo vetëm të mbyllur kur janë në shtëpi, dhe ti e ke fjalën për pandeminë në kontekstin kur shkruan, e në punë, por pa horizont dhe kur janë në zemër të qytetit. U zgjerua shumë. Gjithsesi doja të jepja një kontekst të kohës lirë. Ka të bëjë me pyetjen që si u shtrua nga ju, shumë e thjeshtë ju thash ky njeri i cili është i stresuar, ky njeri i cili është përpara ekranëve. Ky njeri që s'ka më të shkuar edhe më të ardhme, do të thënë i depresuar siç është. Po e pyete çfarë do bësh sot mbrëmje, ju them ai do shohë Big Brother, sepse Big Brother është prapë një mbyllje e njeriu. Dhe do thotë, filmi nuk e duroj dot. Pra, një dëshpërimi nuk është gjendje të rishtuar e mërzitur e njeriu. Është gjendje që ka zhdukur ta shohëti etike. Një film i vërtet është një peshë psikodramatike. Është një pyetësim që njeriu bën në kuptim ekzistencial. E kemi përjetuar Viola që një film i mirë është një film që të angazhon, pra nuk e sheh në mënyrë pasive. Të angazhon edhe të lë të mendosh aty edhe pasi përfundon. Po kur ti ke bër punë e cila nuk kërkon mendim, po vetëm automatizëm. Nuk mund të kesh një kohë të lirë e cila kërkon punë. Do kërkosh një kohë të lirë me automatizëm. Prandaj njerëzit vrapojnë dhe shohin të njëjtin dëshpërim gjatë ditës e dëshpërim gjatë mbrëmjes. Është se dua ta bëj shumë të thjeshtë dhe shumë praktike me ato që un kam vënë re në rrethë shoqërore. Kërkesa për të parë filma të lehtë, pra në sensin shohim komedi. Jo, kjo është. Është ka të bëj me këtë? Ka të bëj pikërisht me këtë. Do të thotë shpirti ynë gjatë ditës nuk është regjistruar në protokollin e ekzistencës. Kemi ekzistuar me shumë pak shpirt gjatë ditës. Nëse do të shkojmë në mbrëmje, do themi do ekzistojmë me shpirt, krijohet një lloj dhimbje e thellë, një çarje subjektit, cili nuk e durojmë dot. Do duhej punë, shkonim ditë për ditë. Që e them aty, në situash në rastet në spektaklet ku ka shumë cerebral, shumë krijimtari shpirtërore, të shkonim ditë për ditë dhe të stërviteshim. Në punë, gjatë ditës? Jo, në mbrëmje. Në mbrëmje, jo gjatë ditës, në mbrëmje. Puna e vërtet e njeriut nuk është, shikoni, Kanti e ka thënë dhe e them gjithmonë, përdorimi publik i arsyes, përdorimi privat i arsyes. Po i bie shkurt. Përdorimi privat i arsyes është kur jem punë. Gjithë mendojnë që është përdorimi publik i arsyes kur jem punë. Jo, thot. Ti je i privuar nga përdorimi publik i arsyes tënde. Kur je në punë? Në punë ti e ke arsyen të privatizuar nga puna, nga lloji punës, të privuar nga disa funksione. Ku ngelesh ti, thot, publik. Prandaj Kanti thot, ke vërejtjet për punën tënde, bëj si subjekt publik. Ku? Në kohën e lirë. Okay. Në qoftë se ti gjatë punës si thua shefit, kjo punë nuk funksionon kështu, ti ikën nga puna. Ti prish sistemin. Po. Do ta bësh këtë nga pozita e intelektualit. Kur ti ke përdorimin publik të arsyes. Pra, kur je i lirë, pas 8 orëshit, ti bën një projekt të saktë sepse ti je subjekt i lirë. Ne çfarë më duke thënë? Me kalimin e kohës, duke shkuar drejt formave
të punës së bezdisur. Ne na u desh të bënim kohë të lira të bezdisura. Të ngushtonim dhe subjekti ra në banalizim të përhershëm gjithmonë më progresiv. Dhe sot ti mund t'i japësh jo Big Brother. Do ketë më keq. Ne do shohim gjithmonë më tepër banalizim. Dhe njeriu do jetë gjithmonë më tepër ngrohtë. Në banalitet. Sepse nuk do i prishet rendi i ekzistencës minimale. Pra aty që ka nisur gjatë ditës do ta vazhdojë edhe në mbrëmje. Në mbrëmje. Po çfarë ndodh nëse një shoqëri vazhdon dhe kultivon këtë lloj mënyre të jetuari për një kohë shumë gjatë? Derisa bërë pyetjen e di përfundimisht. Do thotë ne po shkojmë pra, çfarë është kjo shoqëri? Kjo do të jetë e gatshme që nëse ne i rekomandojmë sot përdorimin e inteligjencës artificiale, thotë pse jo dhe këtë. Pra kur përmend Kanti ka një nga eset më të famshme, ç'është iluminizmi, dhe fillon me frazën sapere aude, të guxosh të dish. Dhe çfarë është duke i thënë, duke rekomanduar, e thotë ti nuk ke nevojë për mësues. Librin ta kesh, po ti duhet mendosh vetë. Priftin ta kesh, po ti duhet ta shenjtërin, duhet ta mendosh vetë. E fton njeriu të jetë subjekt i plot. Ne sot do ta ftojmë progresivisht ta delegojë inteligjencën e vet te mjetet, te ekranet, te teknologjia dhe ky njeri i lodhur nga përdorimi i inteligjencës, i peshës emocionale, do kërkoj filma të dobët ku nuk i ka këto skenat që lëviz kamera në muret e Romës për të krijuar dramaturgjitë e kohëve, duke e vendosur një realitet italian me mediat, gazetarët, me starët e kinemas, me problemet e përditshme, me divorcet, me dashuritë, kjo do ta lodhi. Do i duhet komedia, e të cilën madje e ka si komedi që përsërit një tjetër komedi. Komedit po t'i vini re ngjajnë, sepse dhe skenare do kenë dialogje që i njohim. Se komedian vetë nuk është e dobët, jo, po flasim për komedi të... Komedia ja vlen. Po komedia filmike sot, ashtu si filmat e aksionit, janë ripërsëritje skenave. Pra producenti i thot skenaristit i keni bloqet. Është tamam si film me protokoll. Shkojmë në spital, ka protokoll. E njëjta në krijimtarinë artistike. Do kemi protokoll. Kjo frazë është shumë e bukur, por është tepër inteligjente për publikun. Pra e bëjmë mirë publikun budalla dhe pastaj për frazat, pastaj fillojmë bëjmë frazat gjithmonë budalla, që dhe krijohet një dialektik mes një publiku më budall dhe frazash më budall. Dhe kjo është pyetja, ku po shkojmë? Te përdorimi i inteligjencës artificiale, derisa ne po bëhemi budalli. Po bëhemi. Thim pas nuk ka. Duhet ndodhte zgjimi të një brez i ri. Kishte thoshte boll. Por nëse ti e ke edukuar me delegimin e inteligjencës që në klasët e ulta, do të shoh librat. Do shikoni për poezinë. Ne nuk kemi edukuar leximin e poezisë. E vërtet. Okej. Nëse ju nuk keni krijuar diagrama, çarje, kuptimore të shpirtit që vijnë nga fonema, nga tingëllimi i poezisë. Në tingëllimi i poezisë ka ritmikën, ka timbrin, ka trokun e vargut. Do të ka disa përbërës, një varg ose një strofë poetike. Ka ndryshime, si thua, zërit interpretimit, dhe aty kur një fëmijë edukohet, jo ta mësoj përmendesh, edukohet me leximin e poezisë, ai ka krijuar një gamë kuptimore dhe ndjesore ku mund të strehohen semantika ose bloqe ndijore gjatë gjithë jetës. Nëse ju nuk ja keni hapur këtë hapësirë të brendshme, ai nuk ka si ta kërkojë. Se thjesht, nëse ju nuk i keni thënë fëmijës, dëgjoj një arje muzikore, fëmijë, ai natyrisht do dëgjoj format më surrogato të muzikës. Nuk do i kërkoj këto. Kështu shkon kjo, fëmia është një lloj thithësi. Po ja hapët kapacitetet e thithjes, ai bëhet një horizont më vete, deri përsërit një botë horizont. Qofse ju ja ngushtoni këtë gamë, atëherë bota që do t'i visi horizont do jetë aq e ngushtë sa shpirti vet. Të shkojnë. Mua më duket sikur brezi i ri,
paktën unë kështu e gjykoj, ka një etje për kulturë. Pra do të thellohet her pas here, duket se ka një tendencë për të shkuar tek një muzikë më kuptim plot, për atë që po flisnim, tek filma që kanë atë thellësinë për cilën e diskutuam. Nuk e di si e shihni këtë. Tani, përvojat tona janë të ndryshme. Unë kam bërë përvojë si pedagog shumë gjatë. Okay. Dhe me numër shumë të madh. Natyrisht nuk mund të them, përvoja juaj është e juaja, sepse jeni më afër brezit të ri. Jeni vetë breziri. Jo, mbase ju jeni më afër për vetë faktin që e keni pasur aty në auditore. Por nuk është faji brezit të ri kur them, është sepse brezi i ri është rinia e brezit. Jo, nuk po i gjykoj si faj. Jo, unë mund të shkuptojsha. Unë faji brezit të ri nuk është. Padyshim. Do thënë, ajo forse që ju gjeni është fakti i rinisë së brezit. Ajo smundja që gjej unë, është smundja që kemi futur të breziri. Pra thash, rinia e brezit do t'i çojë detyrimisht të kërkojnë. Çështja është çfarë mjetesh i kemi dhënë ne. Do thënë, nëse po themi, nëse ju keni një fëmijë, nesër, ju keni në dorë të jepni atë që ofron më shumë realiteti. Po ju keni në dorë të jepni edhe atë që ka jeta e përmban. Realiteti dhe jeta janë dy gjëra të ndryshme. Realiteti është një tashme që ju jepet. Jeta është shumë e realiteteve që ju, si një brez para rendës, keni parë. Do thotë, ju mund të keni të moshës tuaj, po mund të jeni dhe moshës gjyshit tuaj. Varet nga njeriu. Unë insistoj të kjo, sepse vërtet e ndjej që ne po i lehtësojmë kapacitetet. Po i ulim kapacitetet. Do të thotë, po ti referojmë viteve 60. Në vitet 60 është kulmi i muzikës. I llojeve të muzikës. Dhe me kalimin e kohës ka reduktim muzikës. Të llojeve të muzikës, po. Tani, dikush mund më thotë brezat ndryshojnë. Dhe mund kuptoj që do të synon me atë të më thotë mua, nuk i kupton ti muzikën që bëhet sot. Mund të ketë të drejtë. Je shumë i vjetër, do thotë. Por duhet bëjmë pyetjen, nëse unë pëlqej muzikën e 200 vjetëve, pse që nga kaq e vështirë të kuptohet që mund të kem drejtë të mos kuptoj muzikën e sotme? Nëse unë do isha njeriu që do thosha Verdi, s'vlen Chopin, s'vlen Liszt, s'vlen Schumann, s'vlen Mahler, s'vlen Okej, ai do thoshte që ti s'merr vesh nga muzika. Ti s'merr vesh nga muzika, ke shumë ngusht. Por unë pëlqej gjithë këto. Pastaj pëlqej swingun, pëlqej jazzin, pëlqej bluesin. Pastaj jam fan i rockut klasik. Atëherë më falni, mua nuk mund ngon diapazoni kuptimësisë muzikës. Unë më pëlqej Eminemin. Absolutisht është i mrekullueshëm. As diskutohet. Por duhet kuptojmë që është një blok, pra, gjithmonë them për blokun ndijor, blokun ndihmor, ky blok ndihmeve. Kur e ka ky autonomin të jetë blok arti? Kur një afekt është afekt arti. Kur është një percept, do të thotë po flas me gjuhën e Deleuze, kur një vepër arti ju krijon aftësinë për një percept. Ju jepet si percept. Do të thotë që nuk është çështje jepet si perceptim. Jo, ju prodhon një not të re brenda diapazonit perceptimit tuaj. Pra ju perceptoni diçka krejt tjetër. Do të thënë, kur ju shihni Velázquez sot, ose do të keni një autor flamand që kur e shihni tablon nga afër, ju dalloni një tantel, marr vetëm një rast, një tantel që ka një finesë të punimit. Dhe pyetja e parë nuk është domethënë sa e bukur, sa është ndoshta gjyshja ka bërë aq bukur. Çështja është me çfarë stili, me penelat, me penel, ky ka arritur të realizojë këtë saksi. Dhe arti mirë, një pjesë të pyetjeve ka tek genialiteti teknikës. Do thotë një tablo ju fton ju të bëni pyetjen sa i madh
teknikisht, sa e fuqishme teknikisht është gjenia e piktorit që ka realizuar me bojra, vaj dhe me penel tantellën që gjyshja bën me grep. Kjo pyetje është, si thua, pyetje e rendit të teknikës, por pyetja e rendit teknikës nuk ngelet aty, sepse në fakt bëhet menjëherë pyetje e rendit kompozimit. Si shkoi ky njeri te shpërndarje e tillë, si thua, subjekti, gjeti subjektet, i vendosi subjektet të tilla në tablo, dhe tani po flas pak me frazën hegeliane, për të vendosur në rendin e mizerabilitetit përditshëm të vdekjes, të njeriu të vdekshëm, diçka prej projekti ngjashmëri me Zotin. Hyjnor. Ai nuk është thjesht një piktor, ai po tregon magjinë e gjenisë artistike në një objekt tërësisht Profan. Dhe këtu nuk është më thjesht një piktor teknik, një mjeshtër, një gjeni teknikës, është një gjeni kompozicionit. Dhe kur flisja për kineman sot, kinemaja sot është kaq e shpejt sa ju nuk keni kohë të shihni mrekullinë e arkitekturës rreth e otull. Në kinema flasim. Në kinema. Dhe çfarë do ju japi ai? Kulla. Se janë gjithë të njëjta. kineman do ju japi kulla. Luksin dhe dominimin e kullës. Luksi dhe dominimi i kullës është një luksi për të mos parë. Gjithmonë them shakan, nga ura domon përballë New Yorkut, ju shihni një panoramë New Yorku me ato kullat natën, një mrekulli e pat. Mbaroj? U futet brenda. Heset nëpër New York, nëpër Manhattan. Ngrini kokët, xhamat përsërisin njëri tjetrin. Kulla nuk i ngjan kullës, dakord. Po kaq. Kaloni përpara operës Garnier. Mund kaloni 30 vjet, 40 vjet. Nuk keni mbaruar me një fasadë. Me detajet e fasadës. Nuk i kemi parë të gjitha detajet e fasadës. Ju kaloni përpara Santa Fiorës. Futeni. Mermeri i kolonave Santa Fiorës. Që është gjithmonë mermeri me ngjyra. Po. Është më i qepsis. Pra, ju nuk kërkoni astronomikisht numrin e madh, gjerësinë e madhe. Kërkoni detajin e hollë. Dhe ky detaj i hollë është një atom që ju premton, që ka brenda protone, neutrone, që ka bozone, kuarke, myone. Jo një inert i madh që s'ka gjë brenda. Cool, po. Dhe njeriu i cili nuk edukohet me finesën e artit, do t'i pëlqej Dubai. Është cool. Sepse i pëlqen dhuna e kullës, dominimi, simboli dominimit. Qartë. Simboli paras, ka shumë para. Por jo finesa shpirtit. Qartë.